Ulja e ndjeshme e temperaturave në shumë vende disa gradë nën zero shton edhe rrezikun për atak në zemër. I ftohti sipas ekspertëve vendos nën presion zemrën dhe ngushton enët e gjakut. Kardiologu Ermir Tafaj gjatë një interviste për Euronews Albania pohoi se më të rrezikuar janë pacientët që kanë probleme të zemrës. Kemi një lloj spazme të arterëve koronare, të cilat në pacientët të cilët kanë ngushtime paraprake ose stenoza paraprake të arterëve koronare janë më të prirur për të bërë evente kardiake të tilla siç është infarkti akut i miokardit. Shohim një numër të shtuar të rasteve gjatë muajve të dimrit, sidomos në momentin ku kemi rënje të temperaturave. Pjesa më e madhe janë pacient mbi 50 vjeç. Në këto kushte mjeku apelon që të bëhet kujdes nga të gjithë pacientët me probleme të zemrës dhe enëve të gjakut. Grupi pacientëve të cilët janë në dieni që kanë probleme me enët e zemrës, siç janë pacientët të cilët janë të stentuar, duhet të jenë tepër të kujdesshëm dhe të shmangin daljet në të ftohtë në këto ditë të ftohta të dimrit. Duhet të marrin mjekimin në mënyrë të rregullt. Duhet të kenë të veshur disa shtresa në momentin që janë temperaturat e ulta. Por edhe ata që besojnë se janë të shëndetshëm dhe nuk kanë kryer ekzaminime së fundmi, duhet të bëjnë kujdes veçanërisht në momentet që punojnë në të ftohtë dhe sforcohen. Një dhimbje e gjoksi në kushtet e ftohta, një dhimbje e gjoksi në pacientët të cilët janë duke kryer një efort fizik, është një këmban alarmi, është një alarm i kuq që duhet me patjetër të drejtohemi tek mjeku fillimisht, tek mjeku i përgjithshëm, tek mjeku i familjes dhe pastaj në qoftë se e vlerëson do na drejtoj drejt kardiologut. Kardiologu rekomandon që të mos neglizhohet asnjëherë një dhimbje gjoksi, e cila mund të zgjasë qoftë edhe pak sekonda dhe që pushon në momentin që ndalojmë punën apo futemi në mjedise të ngrohta.